Lantomir, kopshti ynë. Ky kopsht u bë shtëpia e dytë e fëmijëve. Këtu ata hodhën hapat e para drejt dijes, qeshën, luajtën, kënduan, vizatuan dhe krijuan kujtime që do t'i ruajnë gjithmonë në zemër. Falënderim ju shkon edhe edukatorëve për dashurinë, për kushtimin dhe kujdesin që ato dhuruan çdo ditë. Faleminderit shokëve e shoqeve me të cilët ata ndan buzëqeshje, lojra dhe çaste të paharrueshme. Ata sot po ndahen nga ky kopsht i bukur dhe me veti do të marrin gjithçka të bukur që mësuan këtu. Të ndjekim një program të bukur që ata kanë përgatitur së bashku me mësuesit e tyre. Mirë se keni ardhur në programin tonë festiv. Jam Lantomir kopshti im, se ne për ju kemi përgatitur këngë, vole dhe recitime. Ju uroj marrëtim të këndshëm. Qeshje me hare, zemra trojnë të nga dalë, kopshti ynë i bukur shumë, na përcjell me të mëdha. Një nga njetit të mija, shkuan shpesën së tia, sasën gjarë, këti me më frëmë sejnë. Losëm dhe të vejmë gjyra, e thonë këngit të thori, dhe të andjë me lile me përqite për të tëtë. Sot për mbyllet, një tjetër haven nga dalë, nga kopshti një dasër, me shkollën e madhe dhe vallë. Edukatorja e ujnë e mirë na mësoj me dashuri, si të qeshin e të ndajmë zemrët këp me mirës. E vetë më shumë urita, vërtet së shpak, të të më orë për mësusët për në gëzit të vi prapë.
plët teatër, me lapsa shumë qyra të tecët të lukta se flutëllë për lula. Në borë plët me djelë, grafuam dërë për dora, si zot që të vajtët të gëzuar në pranver me lule bora. Këngët tona të bukur do jeruj, gjithmonë në zamër, shak sa vite në kapsh janë kujtimi më jambër. Të të shkuar me letëm, të të mësoj dedit, për kopshtet tonë të bukur dhe të arroj kur me jetë. Mami papi nga shikun, me gëzim pak mollë, fëmijet e tyre të vezit përitën dajnë nga dajnë. Sa po themi jam të mirë, me emocion e krenarit dhe të nisëm e utën drejt dizelën të risë. Faleminderit për të votar, për të këngë për të flerë, për të ditë në bushëvler me dashuria dhe gëzim. Kofshti ynë I dashur, sa shumë do të na mungosh, por në zemrat tona gjithmonë vendin tënd do ta mbash. Shoqë të dashur, bashkë, jo të shoqë, sa të dëmë më mall, urisia s'ka fund. Premtojmë edukatore se do t'ju bëjmë krenar, me mesi me sjelljet e mira në çdo anë të jetës tonë. Shtas një shkronjat, edhe nuk ma di për malet e për fushat, profesionet, artin muzikët, kofshët e egra mos ka frikët. Në zemrat tona të vogla të mbetet çdo kujtim. Të lërë në tonë të përov, zdo ditë plot skëtësim.
Sot është një emocion i papërshkruar, sepse fëmijët veç kanë baru 3 vite i kemi pas në përduar. Në moshën 3 vjeçare kanë zbrit në grupe edukative, kanë qenë të mrekullueshëm. Me ta thënë drejtën, tash edhe gjeneratat e reja tash janë pak më ndryshe, e kanë kohën e internetit, teknologjisë, shpesh edhe na zonë edhe me pyetje. Për sot, s'di si me përshkru. Është një emocion gëzim, hidhrim. Gëzim që po rriten, hidhrim se po i përcjellim. 3 vite në përduar tona ka qenë një angazhim me përgjegjësi mjaft madhe, megjithse edhe bashkëpunimin e prindërve e kemi pas. I falenderoj shumë prindërit. Kopshti na ka mundësu edhe disa kushte pak më të mira, tash për programe, për plan programe, kështu që jemi të kënaqura edhe ne, edhe prindërit besoj. Fëmijët janë e ardhmja jonë, uroj të kenë më të mirët e botës. Fëmijët po fillojnë një rrugtim të ri. Rrugtimi i fëmijëve tanë është klasa e parë, domethënë që prej kopshtit kanë me shku në klasën e parë në shkollë. Ju uroj shumë sukseset, kanë një të ardhme më të mirë, të bënë sukses shumë gjatë rrugtimit tyre dhe ju uroj shumë fat dhe lumturinë e jetë. Për ne sot është shumë një ndjenjë emocionale, shumë e vështirë, sepse sot pas 3 vite që kemi përfundu me këtë gjeneratë, vazhdojnë një rrugtim tjetër. Mësueset dhe njëherët edukatorët e kësaj klase në fund të programit bëjnë foto së bashku me voglushët. Do t'jenë fotografi që gjithmonë do të mbesin kujtim nga koha e tyre në kopsht. Ekspozita e parë e rejas. Një moment mjaft i veçantë që tregon një pasion për artin e bukur, për pikturat shumë ngjyrshe, për përkushtimin që reja tregoi gjatë këtyre punimeve. Ajo vendosi ta bëjë ekspozitën e saj në shkollë, ku e kalon pjesën më të madhe të kohës. Të bisedojmë me të bukurën reja. Mirë se erdhët në ekspozitën e rejes. Reja, përshëndetje dhe kam dëshirë me më tregu diçka rreth ekspozitës tënde. Përshëndetje dhe për juve. Së pari doa të falenderoj juve që keni ardhur, nxënësit e klasës, mësuesit dhe vizitorët e ndryshëm. Gjithashtu edhe mamin, babin dhe vëllain tim të vogël Yllën, që më përkrajnë çdo ditë. Trego diçka rreth ekspozitës. Këto janë disa punime që i kam realizuar me shumë dëshirë, dashuri dhe përkushtim. Përmes tyre kam shprehur idetë, ndjenja dhe kreativitetin tim. Për mua, çdo punim ka një histori dhe një emocion të veçantë. Në secilin prej tyre kam vendosur një pjesë të imagjinatës, ëndrave dhe botës time artistike. Shpresoj që secili prej është të gjejë diçka që e prek, e frymëzon ose e bën të buzëqish. Trego, si ndihesh kur pikturon? Ndihem shumë e lirë, shumë e lumtur, sepse jam krenare për veten, që kam një vetbesim edhe arrit deri ku kam mendu. Trego, cila lëndë të pëlqen ty tjetër mas shumti? Lënda ime e preferuar në shkollë është matematika. Trego, si e ke bo lidhjen mes matematikës dhe artit? A kanë lidhje këto dyja? Po, unë mendoj që kanë lidhje shumë të përbashkëta, sepse të dyja kërkojnë kreativitet, durim dhe përkushtim. Sa kohë të merr disa ti e bën një pikturë? Varet nga pikturat, por ndoshta më së shumti ka zgjat 2 orë ose 2 orë e gjys. Veç 2 orë e gjys, jo më shumë? Se po duket që ka shumë punë aty. Po, ka punë për i bëj me dëshirë, edhe kur punon me dëshirë, mendoj që nuk zgjat shumë. Trego me fjalët e tua, çka do të thonë arti për ty? Për mua, arti është një mënyrë e bukur për të shprehur dhe jam shumë krenare që sot kam mundësinë të ndaj punimet e mia me ju, vizitorët dhe mësuesit. Sigurisht të dashur me që pa e pas për krahjen e prindërve, pa e pas për krahjen përgjithësi të familjes, por edhe të shokëve, edhe arsimtarës, nuk mendoj që kishte mujt me ardhur deri këtu. A është ashtu reja?
Tregom diçka për arsimtarën, sa të përkra ajo? Arsimtar jam e përkra në maksimum dhe jam shumë e lumtur që kam arsimtar, jo veç të artit, por edhe arsimtar të tjerë që më përkrahen dhe më angazhojnë në çdo minutë. Atëherë të dashur miq, kisha pas dëshirë që të shkojmë bashkë me Rejen, të shohim pikturat e saj dhe për së afërmi ajo të na tregoj çka ka mendu për shkak kur e ka bë pikturën e parë. Aty e shoh si një lloj dredhze, a diçka, a të shkojmë bashkë? Reja, piktura e parë dhe piktura e dytë po më duket që janë peizazhe. I dëshiron apo i adhuron peizazhet? Po. Më pëlqejnë shumë. Si që është edhe kjo, këto në këtë pikturë kam paraqitur një shtëpi dredhse. Janë edhe disa pemë që gjendet në një pëll. Ka edhe dredhza të tjera, edhe është një vend, një pëll shumë i bukur. Ndërsa unë si laike në aspektin e pikturës, sepse nuk di me vizatu fatkeqësisht, po më pëlqen njerëzakonisht shumë që shoh një botë të fëmijëve ku ti shtëpinë e ke bë dredhës. Si të ka lind kjo ideja? Sipas imagjinatës. Imagjinata nuk ka kufi. A është ashtu? Vazhdojmë te vizatimi ose te piktura jote e dytë, e cila po më pëlqen njerëzakonisht shumë, është një rrugicë, janë disa shtëpia. Unë mendoj që është një sikur qytet, që ka shtëpi dhe pemë, ka dhe gjelbrim po ashtu. Edhe nuk i ke harru ndriqimin e natës. Po. Ja, kjo një pamje shumë e bukur, besoj që edhe ju peshihni, ku ne, ajo që ka mu po mblen përshtypje është që nuk ka mbeturina askund. Më trego, ti si një vajzë e re dhe bashkë me shokët e tu, a ndërmerrin ndonjë aksion për pastrim të qytetit ose të shkollës? Po sepse unë si një vajzë, reja e vogël, më pëlqen që qyteti të jetë i pastër, po ashtu edhe vendi ku jetojmë, mos të ketë mbeturina dhe të jetë një vend i bukur që shëndeti jonë të jetë i mirë. Po, shumë e vërtet. Shkojmë te vizatimi i radhës, e cila po më duket mua që është këtë ndryshe për këtyre dyjave, a është ashtu? Çka ke paraqit këtu? Këtu është një vazu me lule, disa limona dhe një, si me thënë, vetë sipas imagjinatës kjo është. Është si lloj mbulese. Të pëlqejnë lulet? Tepër. A shumë? Shumë. Lule mendoj që sidomos lulet e gjalla janë shumë të bukura. Mban lule të gjalla në shtëpi? Po, shumë. Është vështirë me u kujdes për to apo kujdeset mami? Mami. Gjitha punë për jaloj mamit. Tani jemi te këto 3 pikturat e fundit që po më duken jashtëzakonisht të bukura, edhe këtu kanë të bëjnë me natyrën. Palma, gjethet dhe kjo një gjethet tjetër. Duken që janë të thjeshta, po janë shumë të bukura dhe shumë emocionale, a është ashtu? Këtu punimi janë krejt diçka tjetër përveç atyne, sepse ato përmbajnë natyrë. Edhe kjo ndoshta ka diçka prej natyrës, ama nuk është shumë sikur ato. Nuk ka qenë e vështirë për t'i punuar, por e kam bërë me shumë dëshirë. Edhe po më pëlqen që ke përdorur ngjyra të ndryshme, sepse ngjyrat na sjellin një jetë, është ashtu? Po. Dua të ndalen te piktura e fundit, e cila ka ngjyrë pembe, edhe më duket që po ma kujton pak detin perëndimin e diellit në fund të ditës. Po, është kështu, sepse këtu janë palma dhe nuk besoj që në Kosovë ka palma. Po. Këtu është një perëndim i diellit, besoj, edhe i kam bërë palmas, kjo është sipas dëshirës, sipas më. Po. Shumë e bukur, do të thonë, jo domosdoshmërisht dush me pas për shkollë, po këto ka bërë sipas dëshirës, apo? Po. Në shkollë trego si kalon me shoqët e klasës. Unë kaloj tepër mirë, sepse jam shumë e lumtur që kam shokë edhe shoqe që më i ndo mendimet e mia me ta, dhe kam shokë që më bëjnë të buzëqesh çdo ditë. Sa e bukur. Sinqeriteti i Rejas, pastaj edhe shoqëria, botën e fëmijëve bën më të bukur. Unë nuk mendoj që mundem me pas na jetë mirë nëse s'kemi shokë dhe shoqe. E vërtetë, është kështu. Çka ndëgjova që ti lexon shumë? Më trego me fjalët e tua çka është për ty leximi. Për mua leximi është gjithçka. Më pëlqen leximi sepse përmes librave zbuloj botë të reja dhe më zhvillohet me shumë imagjinata. Po ashtu mësoj edhe shumë gjëra interesante. Çka je tu lexuar momentalisht? Është një libër që është Matia dhe gjyshe. Çka flet ai libri, më trego? Flet për një gjysh që është i vjetër dhe një nep i tij që quhet Matia dhe janë dy shumë të lidhur që nuk mund e kanë një aventurë shumë të veçantë, por nuk mund të bëjnë asnjë hap pandime në njëri tjetrit. Sa bukur është kur i kemi në jetën tonë gjyshrit, të cilët na ndihmojnë, gjyshet na tregojnë historitë e tyre, çka ka ndodhur më herët. Të tregon gjysha jote kështu diçka?
po. E vërtet, po. Ne folëm pak më herët për matematikën, për të lutë dua të ndalem përsëri te matematika. Ti je e shkëlqyer në matematika, po. Po. Më pëlqen sepse më sfidon të mendoj, të analizoj dhe të gjej zgjidhje. Matematika nuk është lëndë e vështirë. Jo, për mua jo. Jo, sepse, tregon pse s'është lëndë e vështirë për ty. Sepse arti dhe matematika kanë shumë të përbashkëta dhe më pëlqejnë shumë puna me numra, siç e vogël, edhe dhe zgjidhja e detyrave logjike. Ja, të dashur miq, këtu po i shohim edhe shokët e klasës, apo të cilët po vinë në ekspozitën tënde, edhe unë mendoj që po të nderojnë, a është ashtu? Po. Të uroj shumë suksese dhe çdo të mirë. A mund të përçaf? Po. Unë jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që sot kam mundësinë të jem mbështetja e saj në hapjen e kësaj ekspozite të saj të parë personale, por Reja është shembullore, siç e thash, edhe në të gjitha lëndët mësimore. Jam shumë krenare për të dhe kam rastin të falenderoj edhe prindërit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin sa i përket pjesës mësimore në lidhje me Rejan. Reja përveç se është nxënëse shembullore, është edhe ndihmësja ime shumë e madhe brenda klasës. Thënë kjo, Reja mund të quhet edhe si një asistente e vogël për moshën që e ka. Unë i uroj shumë suksese dhe falenderoj shumë për të gjitha emocionet që ajo sot na ka dhënë dhe shpresoj shumë që ajo të vazhdojë të shkëlqejë siç ka shkëlqyer deri sot. Dhe në fund janë shokët dhe shoqet që e vizitojnë ekspozitën e saj. Kjo tregon që është bukur të ekzistojë një shoqëri e mirëfillt. Suksese tutje Reja.